Si nisi historia jote e trafikimit? Kam qenë 19 vjeç, një ditë të bukur me të dashurin tim. Ai më tha që ka problem parash. Tha që duhet të shkojmë jashtë shtetit të punojmë. E pyeta çfarë puna, më tha në një lokal. Okej, i thash unë, pasi shkova në një vend të Europës, ku do punoja një lokal sipas tij, më tha që këtu nuk është lokal i zakonshëm, është një lokal që lejohet prostitucioni, kështu që ti do bësh profesionin e prostitucionit. Si fillim nuk desha, kisha për herë të parë nuk më pëlqente, nuk desha, por ai nga ana tjetër edhe më detyronte. Kështu që e bëra për disa muaj. Si i siguroje klientët? Ishte një rregull i lokalit, që klienti vinte tek ti, nëse të pëlqente, pini diçka, nëse donte diçka më shumë, mund të shkoni të kryeni marrëdhënia. Kjo ishte e ligjëruar aty ku ju shkoni? Po. Isha një ndër qytetet ku lejohej prostitucioni. E qartë. Ndërkohë, ti ishe detyruar të rri aty, nuk kishe një mundësi që ti ikje? Më mbante ai her pas here pak a shumë më kërcënonte dhe nga ana tjetër çdo ditë më shumë më qante, kishte nevojë lekësh, nuk kishte ku tante, ku trinte, kështu që unë duhet të mbaj atë. Po pagesat i merje ti në dorë? Po, i merja unë, po normalisht paguaj edhe dhomën e lokalit. Po ky vite dhe ti merrte me dhunë ato pagesa, apo ja jepje ti, si funksionon? Nuk ka ardhur shpeshherë, ka ardhur vetëm 2 herë. Në të dyja rastet, një herë ka qenë me dhunë, herën e dytë ka qenë me dhunë, herën e parë ka qenë nga keqardhja ime për atë që her pas here më qante, ja kam dhënë vetë. Nga ke dhënë vetë? Po. Edhe pse kjo ishte një gjë që ti nuk doje ta bëje? Në fillim nuk doja, por u mësova edhe nuk ose u bezdisa apo e pata problem. Sa paguheshe nëse mund të pyes? Mendoj që këto vende që lejon prostitucionin kanë rregullat e veta. Lokali ku unë punoja kishte rregullat e veta, që do të thotë që 20 minuta vajon tek 100 euro. Ishte edhe më shumë që qëndronin më shumë dhe që paguaj shtoj kjo vlera? Sa më shumë të rris, është më shumë të paguash. Dhe për sa kohë ka zgjatur gjithë kjo? Diku te 4 muaj. Po pastaj si u ktheve? Pastaj i tregova që nuk po punoj më, nuk kam më punë. Më thaj që duhet të punosh sepse nuk kam lek. I tregoj që nuk kam më punë, nuk ka më klient, duhet të kthehem. Më thoj që nëse ti kthehesh, nuk e marr dhënie më me mua, nuk më flet më. Okej, thash, nuk flasim më. Marr avionin, kthehem vetë, dhe kaq. Të ka kërcënuar më pas? Jemi takuar pasi kam ardhur, kur më kërkoi për herë dytë, më kërcënoi në familje në herë të dytë. Pasi isha kthyer, u takuam, folëm edhe më thosh që kam ende problem me parat dhe ma kërkon që të shkojmë. I thash jo, sepse kam ndërmend të bëj diçka tjetër. Më tha që i e kërcënuar, më kërcënoi nga mami. Më tha që unë e di ku jeton, unë e di me çfarë merresh, unë e di ku rin, kështu që nuk e ke të gjatë, duhet të pranosh. I thash nuk dua dhe kam ngulte. I thash unë mos kam ngul sepse unë do të denoncoj. Çështja ime është në prokurori e krimeve të rënda. Besoj se shumë shpejt do mbarim punë. Ai është një person në kërkim. Je ndier në një rrezikuar edhe për jetën? Po, sigurisht. Normalisht është
është një punë shumë e vështirë. Ka pasu klientë të droguar, ku pinin kokainë dhe mëntime, kur unë aty nuk mund thoj që mos pi, sepse nuk dua. Ai thot dua të pi, se unë kam ardhur për qef. Ka pasur të alkoolizuar që në krevat janë të dhunshëm, edhe kalon të do njëherë koha dhe ti duhet thua që nëse kalon koha duhet paguash më shumë dhe ti nuk ke mundësi do ta thuash sepse ajo shumë i dhunshëm dhe nuk ti do vetëm që ti ishe gjallë në atë moment dhe jo të mendosh për çmimin. Ti këtë e quajtë profesion? Po, profesion. Është profesion? Po, profesion është. Cila ka qenë pjesa më e vështirë në këto 4 muaj për ty? Në këto 4 muaj për mua ka qenë më e vështira, mendoj që kur klienti nuk të kupton, kur të vjen në mënyrë arrogante, këto mendoj. Ka pasur mes jush vajzave që punonin në këtë lokal për shembull? Po sigurisht, ishim diku tek 20 vajza të ndryshme, jo vetëm shqiptare. Kishte edhe shqiptare të tjera? Po, kishte. Por kishin shumë pak shqiptare. A kishte aty vajza që e bënin këtë gjë me dëshirë? Po. Kishte. Edhe shqiptare? Ishim 2 shqiptare, unë dhe ajo besoj se po, e bënte. E kishe pyetur ndonjëherë pse? Ajo kisha pyetur për eksperiencat e saj, më tregonte që kishte 10 vite që e kryente si profesion, dhe që ky profesion ishte bërë aq i dashur për atë se që ajo nuk mund të punonte dot punë tjetër përveç kësaj. Cili është plani që ke? Në atë kohë kisha një plan tjetër, jam në shkollë të lartë, jam në vit të dytë, kam dëshirë mbaroj shkollën e lartë. Të vjen keq që ke pasur në jetën tënde këtë eksperiencë? Jo, nuk më vjen keq. Më ka bërë shumë mirë. Të ka bërë mirë? Po, më ka bërë shumë mirë në fortësinë time. Ndjem shumë e fortë, e kuptoj shumë mashkullin, i kuptoj të mirat, i kuptoj të këqijat, edhe nëse kam plan të mbaroj shkollën, po nëse do më jep edhe një herë mundësia, do ta bëja. Përsëri? Po, me dëshirën time. Po pse do ta bëje? Ti tani po mbaron shkollën, nuk mendon që duhet është më mirë të punosh në këtë profesionin që ke zgjedhur? Po është një profesion që fiton shumë dhe shpejt. Ti mendon që në Shqipëri ekziston? Sigurisht, kudo. Ku e shikon për shembull? Ke dëgjuar raste konkrete? Kam dëgjuar dhe kam parë. Të tipit për shembull? Të tipit, kudo shkon në një muzik live, ke goca që presin klientin. Po këtu në Shqipëri ka ndodhur që të shkosh me lekë? Jo, nuk pranoj në Shqipëri, nuk pranoj. Të ka ndodhur që njerëz do të kenë ofruar lekë në këmbim të seksit? Jo, nuk kam ofruar, nuk e kam diskutuar dhe nuk pranoj. Ti pse do të vazhdo shkollën ndërkohë që... Unë jam në vit të dytë dhe nuk duaj që ta lëj. Duaj që ta mbaroj dhe nëse nuk fitoj punë me shkollën që kam, apo fitoj një punë ku unë paguajm 200 euro në muaj, nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen të punoj 8 orë në 200 euro në muaj, kur unë në 200 euro i merja në 1 orë. Sa fitoje pak a shumë në muaj? Një fundjavë imja kushtonte 2000 euro në ditë, kështu që në 1 muaj mund të fitoja diku tek 7-8.000 euro në 1 muaj, po.